Po është e kuptueshme që vetëm konsenzusi mes subjekteve politike parlamentare, sidomos, edhe ata të cilët kanë vullnetin që të marrin guximin të kemë institucionet e reja të Kosovës, e zgjedh këtë ngjerç politik. Ne kemi qenë qartë në propozimin tonë kur është paraqitur që të kemi tejkalim të kësaj krize institucionale, ta quaj, dhe propozimi nuk ka qenë sa për të blerë kohë që mundohet lëvizjave të vendosje ta pasqyroj ose ta hullin një drejtim tjetër, por t'ju japim mundësi qytetarëve që të kenë në mënyrë unifikuese për një kohë të caktuar me tema të caktuara, që cilat janë tema, do të jenë tema afatgjate të zgjidhjes të problemeve ekonomike, të dialogut zhvillimore, dhe cilat janë në interes të Kosovës, jo të lidhjes demokratike të Kosovës. Tek atëherë duhet të japim mundësi dhe disa pika të cilat do të jenë propozime konkrete se çka duhet bëhet në këtë periudhë kohore. Këto janë pika programore, janë pika zhvillimore, po sigurisht janë edhe pika politike. Cili është kuptimi i insistimit nëse partitë tjera në vazhdimsi po refuzojnë propozim të tillë? Refuzim kemi vetëm nga lëvizjave të vendosje, partitë tjera kanë qenë të rezervuara, sepse dëshirojnë të kenë institucione ndryshe ose të udhëhequra në mënyrë të vetë udhëhequra, ta quaj kështu, ose të kenë një marrëveshje politike, të cila nuk po bëhet. Domethënë, ju po e shihni që nuk ka marrëveshje politike, partia e parë këmbgul në të drejtën e saj të propozimit një kandidat i cili nuk i merr votat e mjaftueshme dhe thirret që i ka votat për qeverinë. Kanjëherë tallen edhe me tema ku kërkojnë sfidim të deputetëve ose të subjekteve politike. E kemi thënë përpërsim, këtu nuk jemi për të sfiduar në pjesën personale për pozita personale. Ata janë, edhe siç duket janë të barrikaduar në interesin e vet puro politik personal, por edhe të interesave financiare që tash janë ka dëmtojnë qytetarën, janë ka dëmtojnë institucionet e Kosovës. A mund të arrihet marrëveshja? Që mund të udhëheqë dikush tjetër këtë të jetë kryeministri i kësaj qeverie apo patjetër duhet të jetë zotëria strategjike? Absolutisht kjo as nuk është vend në pikpyetje kur quhet qeveria e unitetit, atëherë nuk ka këtu propozime personale. Domethënë kjo është e vetë kuptueshme. Sigurisht që mund të jetë edhe dikush që është krejt jo partijak për një kohë të caktuar dhe me t'ju jap mundësi krijimit të institucioneve të reja. Keni ndonjë emër që keni përmendur? Jo, as nuk është përmendur sepse nuk je në fazën që me hiti, herë duhesh ta gjesh për krahjen, tek atëherë tani për me bisedu për emra të përveçëm, për tema të përveçme, ashtu siç po e bën Lidhja Demokratike e Kosovës. A mund të arrihet një Evropa nga një qytetar që është emri Saranda Bugujevci, është kërkesa e një qytetari Evropa. Cili është qëndrimi i Po kanë dëshira qytetarët, kanë interesa, që më thonë, kanë vullnet, i kanë të gjitha apo Mëse më pengot, lutem shkoj ki punë tua, apo të pengojnë e ty në punë tua? Jo, të pengam njerësh, që unë Jo, më pëse me të pengu, s'ka me dokadë me të gudë. E kryim. Po, nuk jeti aj që më tregon mua me folë. Pretëm që aty foli. Jo, ti si e me mu si më folë. Kur? Jo, ti por kur kush? Kur, heq? Hera e parë më ramë, ti mu që më pengon. Ti mu me se më pengo kur? Pretëm aty. Jo, s'ki shansë. Ti tjertë, qka bën me tjertë të punë e jotja? Jo, me mu, jo. Ti më nëse e mësu. Jo, me mu kur? Ti as kur kush? Dhe bën e zgjedhën. Faleminderit shumë. Na fal. Uroj që ta përcjellësh këtë mesazh. Uroj që ta propozosh Saranda Bugujevcin e të thësh ton e të bëni kompromise, se pa kompromis nuk ka ndryshim. Okej.